Të nderuar teleshikues, përshëndetje, ja ku u takuam sërish në emisionin e radhës në Vitrina e Librit. Kemi zgjedhur sot që të servirim përpara jush librin Njihe Lajmëtarin me autor Dr. Mustafa Mahmud, librin e përktheu nga gjuha bosnjake Gazment Hoxha, redaktor profesional Zoti Lokman Hoxha, redaktor gjuhësor Agim Avdio, përbotues Bashkim Avdiu dhe botues i librit Sira Prishtin. Libri nxjerr në dritë kohët kur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpallja. Të gjithë e quanin të çmendur, sepse mohonte adhurimin e dhujtarëve dhe thërriste që të besojë vetëm një Zot. Kjo as pak nuk ishte çmendëri, e cilësuan poet, nga se retorika e shkëlqyer i mahnitit që të gjithë. Por ajo ishte fjala e Zotit dhe nuk ishte poezi. Ata thanë, nuk është tjetër, vetëm se një magjistar, nga se ai që rinte një çast pranë tij ma gjepsej me të dhe bëhej idhtar i tij. Kjo nuk ka lidhje fare me magjin, por fuqia e besimit çlironte zemrat e tyre nga robëria e idhujtarisë. Njerëzit filluan ta pranonin thirrjen e tij, aq sa të mëshirohej në shpirtrin e tyre, aq sa ishin në gjendje që të flijonin baban dhe nënën e tyre për të, duruan ndaj çdo torture, dhanë më të shtrenjtët për ta mbrojtur atë dhe kauzën e tij, ishin të gatshëm të flijonin veten, që asnjë gjem të mos prekte këmbën e tij. Dr. Mustafa Mahmud tregon në libër se urrejtja ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk mbaroi as pas 14 shekujsh, edhe sot disa e ofendojnë pa e njohur fare jetën e tij, e gjithë kjo gjoja në emër të shprehjes së lirë, e duket qartazi që është provokim. Kur flitet kundër Islamit dhe Muhammedit alaihi salam, liria e shprehjeve duhet të promovohet gjithnjë. Besimtarët musliman e kuptojnë se i dërguari nga Allahu është vula e profecisë për të gjithë njerëzimin. Ai erdhi për të plotësuar vargun e perlave të profetëve që Zoti ua dërgoi njerëzimit. Shpallja e tij vlen në çdo kohë dhe në çdo vend. Sot mësimet e tij ndiqen nga më shumë se 1,5 miliard njerëz, së paku mendohet që të jetë kështu. Gjersa Islami lulëzonte, bibliotekat madhështore ishin përdorur në Irak, Egjipt dhe në Andaluzin të Spanjës. Muslimanët bërën qendrën e tyre, ku gjendën prehjen edhe shkencëtarë nga e gjithë bota. Bota e krishterë vriste dietarë dhe diqte librat shkencor, madje edhe ngjarjet e kryqëzatave nuk janë aq të largëta, para se cilave nuk ishin në hall vetëm muslimanët, por edhe të krishterët vendor. Mësimet e lajmëtarit të Zotit janë shpresa jonë për një botë të qetë, për një mirëqenie dhe bashkëjetesë pa llunë. Për të njohur me këtë personalitet të ndritur, pranë jush kemi sjell këtë libër, në të cilin me lehtësi do ta lexoni. Ju sigurojmë që do doni që të ishte edhe më shumë, por këtë herë po mjaftohemi me kaq. Duke qenë se biblioteka është shumë e pasur me figurën e këtij mëgjepse, si nga autorët vendor ashtu edhe nga autorë të huaj. Me të drejtë autori amerikan Michael Hart e vendosi atë në krye të listës së njerëzve me më ndikim, në librin e tij me 100 personalitetet më me ndikim në histori. E kush mund të jetë tjetër vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri ynë. Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin me të dhe me të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri në ditën e fundit. Të dashur teleshikues, kemi përgatitur disa vargje për t'ju serviruar juve. O kushëriri im, ti e di se çfarë pozite gëzonte ne Kurejshët. Ti i solli popullit tënd diçka të madhe, me të cilët shkaktove përçarje, ndërsa Zota ti ofendove dhe i shpallet të panevojshëm. Më dëgjo, unë po të ofroj një varg ofertash, ndoshta do të pranosh diçka. Nëse do pasuri, ne do t'i mbledhim atë mes nesh dhe do të bëjmë të pasur. Nëse do pozit, do t'a japim. Do të bëjmë kryetarin ton, ashtu që asgjë nuk do të bëjmë pa urdhrin tënd. Nëse dëshiron të na bësh sundimtar, do të mundësojmë edhe atë. Nëse ke ndonjë përbindësh ose krijesë të padukshme që e shen ndërsa nuk mund të rezistosh, do të kërkojmë ilaç për ty, si dhe do të japim mjete financiare që t'i shpenzosh derisa të shërohesh. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e gjoi atë deri në fund pa e ndërprerë në asnjë çast, dhe në fund i tha: "A mbarove o Ebul Walid?" E pastaj ja lexoi disa ajete nga surja Fusilet, nga të cilat u të bëja mbeti i mahnitur. Të dashur teleshikues, kemi mbërritur në fund të këtij emisioni.
Ju ftoj që ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në faqen më të madhe të shitjeve online të Zvicrës në free.swiss ose duke kontaktuar në numrin e telefonit +41 79 46 95 036. Gjithashtu, këtu mund të gjeni edhe libra të tjerë shumë interesant. Bashkë do të shihem në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim. Njihe lajmëtarin, një libër që gjithkush duhet ta lexojë. Libri është shkruar nga autori Dr. Mustafa Mahmud dhe është përthyer nga gjuha poshtnjake nga Gazment Hoxha. Redaktor profesional Lokman Hoxha, redaktor gjuhësor Agim Avdiu, përbotuesin Bashkim Avdiu. Librin e botoi Sira Prishtinë. Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpallja. Të gjithë e quanin të çmendur, sepse mohonte adhurimin e idhujve dhe thërriste të besoj vetëm një Zot, e cilësuan poet, nga se retorika e shkëlqyer dhe mahniti të gjithë. Por ajo ishte fjala e Zotit dhe nuk ishte poezi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: Pasha Allahun, nëse më japin diellin në njërën dorë dhe hënën në dorën tjetër, për të braktisur thirrjen nuk do ta bëja kurrë, derisa Allahu të përcaktojë fitoren apo dështimin. Libri përshkruan që nga shpallja e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e deri në kohët tona ku përfshihet edhe gjykimi mbi ofendimet kundrejt figurës së profetit. Librin mund ta gjeni duke klikuar në free.swiss ose duke na kontaktuar në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.